i themelimit të lidhjes demokratike të Kosovës dhe ju jeni një nga themeltarët e lidhjes demokratike të Kosovës. Nëse atëherë në moshë të re, pas një diskutim me shumë rëndësi. Sa ka rëndësi kjo ditë për juve kështu, edhe si parti, por edhe personalisht? Vjetori është i LDK-s. Vjetori historikisht është i popullit Kosovës, në ditë më të errta, në ditë më të rënda, në ditë të represionit e të okupimit klasik, LDK doli si dritë, doli si shpresë, dhe ata burra e gra që u bashkuan, kryesisht njerëz të librave, njerëz të dijes, njerëz që vinë nga institucionet e dijes, themeluan këtë lëvizje politike e unë i kom bashkangjit ditë e para si brez i Republikës, si gjenerate cila... Sa po i bje sa vite, deri më tani? 36. 36 vite. Dhe me shtë morë me antarësim, me vorë me 4 mars, 1990, jam zgjedh dhe kam hy në strukturat e rinisë demokratike, të forumit rinisë që njën sot, dhe jam hy me ideale, kombet me ideale dhe besoj shumë që do të dalë me ideale për kësaj partije. Për dalim për atyre që hynë me bo karierë, që hynë me dhonë angazhim, me dhonë përkushtim, dije, naturisht, po kariera është ajo që ne e kemi trasu në lirinë e Kosovës, në pavarësinë e saj që sot duhet dije, duhet guxim, duhet bashkëpunim, duhet angazhimi përbashkët me përballu sfidat dhe proceset e mëdha. Zotën, LDK-ja është ajo që ka shkaktuar proceset e mëdha, ka realizuar ëndra. Po parimi kryesor, vlera kryesore o bashkëpunimi nuk do psi, është vlerë. Është cilësi, por se dim sa do të ketë bashkëpunim në të ardhmen, por këtë do ta diskutojmë pak më vonë. Por isha duke menduar, zoti Aziri,